ose mbaje bashkëshorten me të mirë, ose ndaje me të mirë. Prishja e martesës nuk duhet të jetë zgjidhje, është prej qëllimeve të rëndësishme të mëdhaja të shejtanit. Kush e ban shkurorzimin, nëse burri thot ti prej sot nuk je gruaja ime, ky është shkurorzim. Nëse gruaja thot ti prej sot nuk je burri im, ky nuk është shkurorzim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në nhijen e temave të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, për besimtaren, për secilin prej nesh, që ne si musliman t'i njohim ato tema, t'i dim ato çështje dhe të mundohemi të jetojmë në kufit e fesë së Allahut azza wa jall. Jemi së bashku në kapitullin e martesës, ku kemi ecur hap pas hapi, tem pas teme, derisa kemi arritur në temat që kanë të bëjnë me anën tjetër të martesës, e cila është shkurorzimi apo ndarja ndërmjet dy bashkëshortëve. Ndarja ndërmjet dy bashkëshortëve ka mundësi të ndodhë në raste të caktuara, atëherë kur ndërmjet tyre nuk gjendet zgjidhje, atëherë kur ndërmjet tyre nuk ka mirëkuptim, atëherë kur ndërmjet tyre janë shtuar problemet, janë shtuar gjërat të cilat ma nuk vinë në vendin e tyre dhe bashkëshorti dhe bashkëshortja nuk gjenë ujdi për të qenë së bashku në jetën e tyre, atëherë vije në shprehje shkurorzimi, vije në shprehje talaku, ndarja ndërmjet tyre. Talakun Allahu azza wa jall e ka përmendur disa herë në Kur'an dhe na ka sqaruar shumë gjëra që kanë të bëjnë rreth kësaj çështje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na ka njoftuar në lidhje me shkurorzimin në detaje. Allahu azza wa jall tha në Kur'an: "At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan." Talaku, shkurorzimi, është dy herë. Pastaj, fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Kjo është ndërmjet burrit edhe gruas. Thot Allahu, ose mbaje bashkëshorten me të mirë, ose ndaje me të mirë. Ose mbaje, qëndro si burr, si ka hije, si bashkëshort i mirë, mbaje atë me të mirë, ashtu si i takon një besimtarit, një burrit të martuar, apo nëse jo, nëse i ban zullum, nëse i ban padrejti, nëse ka gjëra për plasje të mëdhaja që nuk gjendet harmoni, lumturi në atë martesë, ose ndaje me të mirë, shkurorzoje me të mirë përsëri, pa i bë padrejtësi asaj. Mirë po, talaku, shkurorzimi, ka mundësi të ndodhë në mesin e burrit edhe gruas. Megjithse, besimtari dhe besimtarja duhet të mundohen në jetën e tyre që mos ta gjejnë si zgjidhje ndarjen.
mos ta gjenë si zgjidhje shkurorzimin, mos të jetë mendimi i tyre i parë pas problemeve shkurorzimi. Çka do që ndodh ndonjë gjë të ndahemi. Kjo nuk duhet të jetë zgjidhje e tyre. Prishja e martesës nuk duhet të jetë zgjidhje. Ajo mund të ndodhë në rastet të ralla, në rastet të caktuara, atëherë kur nuk ka zgjidhje. Për ndryshe shkurorzimi nuk duhet të jetë zgjidhje në mesin e të martuarve. Një gjë e tillë është prej qëllimeve të rëndësishme të mëdhaja të shejtanit, të iblisit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iblisi e ka arshin e tij në deti, fronin e vet iblisi e ka në deti, atë pallatin ku qëndron iblisi e ka në deti, në ujë. Por çdo ditë vinë shejtanët tjerë, punëtorët e tij, që ta lajmërojnë për gjërat që i kanë arritur në punën, në angazhimin e tyre. Dhe vjen dikush i cili thot, unë kam arritur që ta çoj filanin të pi alkool. Kur gjë nuk pas ke bo, megjithse ajo është e arritur për shejtanët. Tjetri thot, unë e kam çu filanin që ta ban këtë mëkat, tjetri këtë mëkat. Mirë, po për iblisin sikur këto gjëra janë të vogla, derisa dikush prej tyre thot, unë e kam arrit që një burr edhe një grua të martuar ti ndaj në mes vete. Atëherë iblisi thot, ti pas ke arritur atë e cila kërkohet, ta ndan një burr edhe një grua, një bashort edhe një bashorte, ta prish një familje. Kjo është një prej qëllimeve të mëdhaja të rëndësishme të shejtanit. Besimtari nuk duhet ta ketë këtë si zgjidhje, as të parë, as të dytë. Gjitha zgjidhje tjera duhet të provohen dhe duhet të mundohen njerëzit të dalin prej krizës së problemeve të tyre përveç shkurorzimit. E atëherë kur të gjitha zgjidhjet janë të mbyllura, të gjitha dyert janë të mbyllura, atëherë ka mundësi që të arrihet apo të shkohet edhe në atë mënyrë e cila është ndarja shkurorzimi ndërmjet dy bashkëshortëve. Për të qenë i pranuar, i llogaritur shkurorzimi, duhet që të plotësohet kushti i niyetit të burrit. Pra, shkurorzimi bëhet në islam, si që bëhet nikahu, ne bëjmë nikah ndërmjet një të riu dhe një të reje, një burri dhe një gruaje. Plotësohen kushtet dhe bëhet nikahu, dhe nikahu vlen. Një ashtu edhe shkurorzimi mund të bëhet dhe shkurorzimi vlen. Kush e ban shkurorzimin? Shkurorzimin e ban burri. Shkurorzimin nuk e ban gruaja. Po nëse e ban nuk vlen. Nëse e thot nuk vlen. Gjithashtu, të gjitha ato shprehje që mund të përdoren në shkurorzim, nëse vijnë nga ana e gruas, nuk vlen, nuk llogaritet shkurorzimi. Por çfarë arsye? Allahu Azza wa Jall talakun, shkurorzimin i ala në dorë burrit. Nga se burri ka mundësi që ta mendon, ta analizon gjendjen më mirë dhe të jetë i kujdesshëm, mos t'i merr hapat e ndarjes dhe shkurorzimit me lehtësi, për dallim të gruas e cila ndoshta shkaku i emocioneve, shkaku i mos kontrollimit të disa gjërave, ka mundësi që ta ban shkurorzimin të shpeshtë dhe shumë herë. Andaj Allahu Azza wa Jall shkurorzimin e la në dorë të burrit. Burri është ai i cili e ban shkurorzimin. Nëse burri thot ti prej sot nuk je gruaja ime, ky është shkurorzim. Nëse gruaja thot ti prej sot nuk je burri im, ky nuk është shkurorzim. Për çfarë arsye? Kjo mënyrë e cila vjen nga gruaja nuk llogaritet, nuk vlen. Martesa ende qëndron. Nikahu ende qëndron. Nuk u prish nikahu me fjalët e gruas, ama prishet nikahu me fjalët e burrit. Kur burri thot qartë, ti prej sot nuk je gruaja ime. Ti prej sot nuk je bashkëshortja ime.
Ti prej sot je e lëshuar. Ti prej sot je e shkurorzuar. Këto fjalë janë shkurorzim. A llogariten? Llogariten. Kur fjalët janë të qarta dhe niyeti i tyre vetëm se kuptohet. Mirë po, dietarët kanë diskutuar nëse ndodh ndonjëherë që fjalët mund të jenë të qarta, mirë po njeriu nuk është me niyetin e tij në ato fjalë. Kur ka mundësi të ndodh një gjë e tillë? Dietarët kanë diskutuar nëse i dehuri flet. Allahu na ruaj, nëse njeriu ka pi alkool dhe është deh dhe nuk është në vetvete dhe në gjendje flet dhe ka mundësi të flet çdo gjë, edhe atë që duhet edhe atë që nuk duhet. Dhe nëse i dehuri i thot bashortes, ti ma nuk je bashortja ime. Fjalët a janë shkurorzim? Janë shkurorzim. Mirë, po niyeti është prezent, niyeti nuk është prezent. Për çfarë arsye? Se ai nuk është në vetdije. Ai nuk e di çka është duke thënë. Ai është jashtë vetdijes së tij. Atëherë, a llogaritet ky shkurorzim, a nuk llogaritet? Këtu dietarët kanë diskutuar. Nëse është në vetdije dhe thot ti je e shkurorzuar, ky është shkurorzim. Është talak, numrohet. Mirë, po nëse nuk është në vetdije, nëse është i dehur, disa nga dietarët kanë thënë, ky është shkurorzim, nga se ky ka pi alkool me vetë dëshirë, me vetdije, ky i ka bë gjuna Allahut Azza wa Jall dhe tash kush i ka faj? Ky është vetë fajtori, shkurorzimi i tij vlen. Sipas disa dietarëve. Sipas disa dietarëve të tjerë, shkurorzimi i tij nuk vlen. Këtij i mjafton gjunahu i alkoolit. Dhe ky është mendimi më i afërt dhe ky është mendimi më i saktë. Shkurorzimi i të dehurit, i cili është në dehje të plot, nuk vlen. Shkurorzimi i tij nuk llogaritet. Ky e ka gjunahun, para Allahut Azza wa Jall e ka gjunahun, e ka mëkatin e alkoolit. Ky për te ka dënim edhe në dunja edhe në ahiret. Mirë po, sheriati Allahut Azza wa Jall nuk e ngarkon me një gjunah mbi gjunahin tjetër, përderisa ky nuk është në vetdije, përderisa ky nuk e ban atë me qëllim. Ka mëkat për alkoolin, mirë po shkurorzimi i tij nuk vlen. Pra shkurorzimi i të dehurit nuk vlen. Gjithashtu, fjalët të cilat thuhen gabimisht, ai i cili i thot bashortes duke dashur t'i thot ndonjë gjë tjetër, i thot një gjë tjetër e cila ka mundësi të kuptohet në formë të shkurorzimit. Gjithashtu një gjë e tillë nuk vlen si shkurorzim. Gjithashtu, kanë thënë dietarët, shkurorzimi i atij i cili bëhet me dhunë, shkurorzimi i atij i cili bëhet me imponim, dhe kjo mund ndodh në raste të rralla, në raste të ndryshme, mirë po dietarët e kanë përmendur. Nëse dikush kërcënohet, ose ndaje, shkurorzoje gruan tënde, ose kemi me dëvra, dhe ky nuk gjen zgjidhje tjetër përveç se të ndahet, ose ndaju ose vritesh, atëherë ky e lëshon bashorten, thot ti je shkurorzuar, ti je ndar, ti nuk je gruaja ime, vetëm sa ta shpëton vetveten, ta shpëton jetën e vet. Në momentin që qetësohet, kthehet gjendja përsëri aty ku ka qenë. A numrohet ky shkurorzim? Nuk numrohet ky shkurorzim. Për çfarë arsye? Për arsye se ka qenë me dhunë dhe nuk ka qenë me vetdëshirë. Çdo gjë që njeriu e ban me dhunë, me imponim, nuk i llogaritet në fenë Allahut Azza wa Jall, as si mëkat në dunja dhe as si dënim dhe gjykim në ahiret, në botën tjetër. Dhe raste të tjera të cilat vinë dhe që kanë të bëjnë me shkurorzimin, të cilat besimtarët duhet t'i dinë, sidomos ata që janë të martuar, që në jetën e tyre mos të bëjnë gabime. Ka mundësi gabime të rriten, të zmadhohen, ka mundësi që besimtari dhe besimtarja janë ndarë, janë të shkurorzuar, ata ala jetojnë bashkë. Ata vazhdojnë jetën e tyre martesore, ndërsa në bazë të fesë Allahut Azza wa Jall si janë të martuar, janë të ndarë. Dhe ky është një rrezik i madh. Për të mos arritur në këtë rrezik, besimtarët duhet t'i dinë,
ti mësojnë, e kanë obligim, e kanë farz të gjithë të martuarit ti din çështjet e martesës dhe të shkurorzimit. Andaj ne me lejen Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë edhe me çështje tjera që kanë të bëjnë me shkurorzimin, duke lut Allahun Azza wa Jall që Allahu të gjithë ata të cilët janë të martuar, Allahu martesën e tyre ta bekon. Të gjithë ata që nuk janë të martuar, Allahu martesën e tyre ta lehtëson. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.